vitin tjetër do zhvillohen zgjedhjet lokale. Ju aspironi, besoj, për të qenë përsëri? Absolutisht po. Absolutisht po. Sa mënyrë sigurt e thatë këtë? Po, është e lidhur me sistemin e investimeve dhe mënyrën se si po ecim ne atje. Tani, nëse kemi një ecuri pozitive, dhe nëse kemi vendosur disa piketa, e nëse po shërojmë buxhetin, e nëse s'kemi borxhe, e nëse po japim produkt, atëherë ne nuk mund t'i lëmë banorët e Lezhës të mendohen dhe të bëjnë eksperimente. Ligjërisht ne na takon 3 mandate dhe unë mendoj që duhet t'i bëj 3 mandate. Ky është mandati i tretë. Të lëni shenjë të pashlyeshme në historinë e menaxhimit të bashkisë. Çfarë synon të lësh se infrastruktura ka ndryshuar? Ajo që më shdesh të zgjidh bashkë me qeverinë ka qenë Milat Badreni. Personalisht kam bërë shumë presion në kuptimin e mirë të fjalës, shumë presion. Dhe më duhet të zgjidh çështjet e infrastrukturës së zonave rurale. Ne jam në proces, mendoj se deri vitin tjetër ne zarojmë mbi 80% të tyre, unë duhet ta mbyll atë histori, që Lezhë të mos ketë më rrugë ku është balë, ku është grop, sepse është zonë turistike. Do japim fizionominë e një zone turistike, duhet të bëj rrugën e Velës, një rrugë malore aty shumë e bukur, një zonë shumë bukur, dhe duhet të mbaroj edhe rrugën e kaluarit në njësinë e Kashnjetit, dhe disa problematika tjera që kanë bëjnë me emergjencat civile, që kanë me prita malore, me kanale, sistemin e kanale kollusë. Keni fjalën për kur ka situata rreshjesh? Absolutisht ne kemi amortizuar, tashmë kemi amortizuar 80% të situatës. Tash jemi duke mbyll historinë e disiplinimit të turave të zeza të bardha në qytet. Po do bëjmë qendër multifunksionale të trajtimit të mbetjeve të riciklueshme me gizin gjerman, që është një super gjetje. Po dhe? Dhe domethënë do ta çojmë në tjetër fazë historinë Lezhë. A pati probleme turizmi, po dhe sektor tjerë gjatë kohës nga 30 maj që ka filluar protestat, domethënë kemi ulje të numrit të turistëve në Lezhë? Që ka të kurrje, janë raportuar të kurrje. Lezhë mban një ritëm një çik si më të stabilizuar për shkak të atyre fenomeneve që thash. Po? Janë shqiptarët e Kosovës në zonë 65% të klientelës. 65%? Po, të klientelës. Pastaj si vjet ka një fenomen që kanë ardhur edhe shumë polak. Polak? Norvegjez, kanë ardhur gjerman. Sa ditë rrinë pak a shumë? Hollandez. Po varet nga 3, 5, 7, kanë ardhur kroat si vjet. Kroat, më kanë marrë mua në telefon. Kroat? Po kroat. Ata kanë një vibër të jashtëzakonshme. Po, miq të mi, po se do ndryshojnë, parasysh. Izraelit kanë bler apartamente. Vetëm shtetet polak kanë bler mbi 200 apartamente atje. Janë mbi 100 familje italiane që kanë bler. Në Shëngjin? Shëngjin. Kanë bler apartamente. Të pas kanë pushtuar bashkinë, zoti Ndreu? Shqipëria nuk është për të shitur. Jo, nuk është për të kanë bler apartamente, po kështu vinë ata. Tani, okej, por përpara se të shkojmë të zgjedhjet lokale ka një situatë politike, po themi kombëtare. Si keni parë protestat? Sigurisht që jeni kryetar bashkie, unë e thash në fillim të emisionit, por gjithmonë keni mbajtur profilin e lartë të një politikanit nivelit kombëtar. Nuk e keni ulur atë pjasën tuaj. Si keni parë protestat? Një protest që të ndodh, mund të ndodha shumë e shnetshme që ndodh, se kemi tamam në përcaktime e duhur. E shëndetshme. Po, jam shumë dakord që njerëzit të dalin të protestojnë. Ama të kenë kur proteston, gjithë opinioni publik shikon se ore cili është boshti. I vetëm i boshti që është tani për shembull, që flasim, e nisi mirë, tashti është vetëm bojatisja e qeverisë dhe Tiranës dhe gjithkujt që është i majt. Pra është një grup njerëzish që është reduktuar në 100 vetë. Jo, ata thonë Rama në burg, Berisha në burg, ata thonë dhe Berisha. Atë Berisha në burg e kanë harruar ato dhe s'kanë e thënë në jashtë, kështu po Berisha është brenda, tashti po ta shikosh, janë 100 vetë që kanë dalë në profilin e dhunës. Dhe në 100 vetë para parlamentit, bëjnë e viktimizohen, aty shkon për plasë me policë, gjujnë policë me gur, gjujnë njerëzit me vezë, me domate.
E para punës ligjërisht njëherë policia shtetit 1 dhe garda 2 kanë për detyrë të mbrojnë deputetët. E kanë detyrë funksionale. Do thënë duke thënë kur i qëllojnë me vezë garda dhe policia duhet t'i mbrojnë? Në qoftë se qëllon një njeri me vezë në rrugë, çfarë? Po unë jam i votuar, zotin. Më falë, çfarë rëndësie ka? Jo, ka rëndësi. Jo, ti si gazetar nuk të pëlqen tjetri. A si gazetar thua ti? Po pra. Si gazetar po patjetër që unë Çfarë do bësh? Çfarë do bëj unë? Do ta çojmë polici. Atëherë çfarë do bëj policia aty? Do ta mbrojë parlamenti është institucion i rëndësisë veçantë. Dhe në momentin që është institucion i rëndësisë veçantë, do të mbrohet. Në qoftë se sulmohet, qoftë edhe me një guralec, je detyruar ta mbrosh, je detyruar me ligj. Dhe si thu ti policia krimit pse ndalon, pse s'bën, çfarë do të bësh ti atje? Ju jeni duke thënë që policia ka vepruar brenda rregullit? Policia po mban, shikoj, hyn në internet dhe shikoj policinë gjermane, angleze, shikoj çik. Jo, këtu jam shumë dakord me ju, por ka një problem. As edhe një njeri nuk është lënduar aty përveç sa shoqëruar. Okej. Nga policia. Keni shumë drejt. Po, policia në momentin kur ti shkon atje dhe merr nëpër kam dinitetin e një deputeti, qoftë kush qoftë ai, nëse ke një gjë shkon atje, ai duhet po shkon në drejtësi dhe thuaj. Jam shumë dakord me këtë, por ka një standard zoti Indreu, se ju jeni oficeri i vjetër i policisë shtetit. Me atë zell që ti mbron deputetët sepse sulmojnë kuvend me vezë, a keni ju të njëjtin zell për të luftuar krimin, sepse kjo është thelbësore në këtë aspekt. Unë nuk e shikoj, unë kam parë në rrugë me sytë e mi, do të ngjarje dhe polici nuk ndryhen. Pse kaq zell polici për të mbrojtur politikanin? Tani nuk është një gjë se një ngjarje për shembull me armë në gjithë botën nuk është e lehtë për të parandaluar në rrugë. Ose një ngjarje, një polis për shembull është i paorganizuar në rrugë dhe mundet që mos ta përballojë intensitetin e ngjarjes, është normale. Ama aty është një sistem i organizuar shërbimesh që vjen për shkak të një gjëje të paralajmëruar. Mos i ngatrojmë fenomenet, janë dy gjëra të ndryshme. Pra, nëse ne marrim një impakt se do sulmohet deputetët dhe tentohet me hyrje në parlament, atëherë çfarë do bëjmë aty? Rrim ti presim. Ti them hyni. Jo, thash keni të drejtë aty. Por njëti zell duhet edhe për të luftuar krimin. Kjo është stili Sali Berishës origjinal. To kanë dalë. Ju jeni duke thënë që këtë bën Berisha? Po, sintonia e sjelljes Saliut, e artikulimet Saliut, e asaj që kërkon Saliu është e njëjtë me ato që janë jashtë. Po jo, keni informacion që këto i bën Berisha apo se kuptova? Po, që bën Berisha gjithë. Jo, Berishën e di unë që ke shumë xhanti, po. Do t'i marr me eksponent tash se unë edhe njoh. Janë të Berishës, janë të Kush janë ata? Shpend Gashi, është një njeri Berisha Budalla. Ti e ke në atje me gjithë ato grupin e tij janë të Berishës. Le çfarë thonë ne çfarë bëjnë tash. Mos thym në emra më gjatë. Mirë, nuk është vetëm Shpend Gashi atje, ka dhe të tjerë atje. Shpendi me gjithë grupin e tij janë Sali Berisha në rrugë. Dhe mënyra e cilërit të sotëm është origjinal ajo skema e Saliut ndërkohë që nuk fitoi asgjë, tani banalizoi edhe protestet. Ja uli kredencialet edhe atyre që realisht dalin, edhe ka njerëz që dalin, për të drejtë, për të protestuar, për disa problematika që në fakt duhen adresuar.